për më shumë se 15 vjet duke punuar në një punëtori shumë të specializuar. Aty mësova një të vërtet të pakëndshme që prodhuesit fsihen pas manualeve të thjeshta të përdorimit. Makina juaj është projektuar për të qenë politikisht korrekte, jo për të qenë efikase. Markat programojnë kompjuterët në mënyrë që automjeti të silet në një mënyrë të anestezuar, duke i dhënë përparësi butësisë së tepërt që përfundon duke mpirë mekanikën. Kam parë qindra klientë të shpenzojnë mijëra dollar për pjesë të reja, kur gjithçka që i nevojitej makinës së tyre ishte një zhbllokim elektronik. Ajo që do të lexoni më pas nuk janë këshilla të thjeshta mirëmbajtjeje. Këto janë sekretet e inxhinierisë gri, truke që tregtarët i quajnë të paligjishme sepse eliminojnë nevojën për shërbimet e tyre teknike. Le të shkojmë në brendësitë digjitale të automjetit tuaj për të zgjuar motorin që keni blerë në të vërtetë, por që fabrika vendosi të kufizojë. Rivendosja e transmetimit adaptiv. Shumica e shoferëve të automjeteve moderne vetëdrejtuese vërejnë se me kalimin e muajve, makina fillon të ndihet e rëndë. Ndryshimet e marsheve bëhen të ngadalta dhe përgjigjja kur shkelni gazin është dembel. Ky nuk është një dështim mekanik, është një tepritje e inteligjencës artificiale. Njësia e kontrollit të transmetimit, ose TCU, ka një kujtesë adaptive që mëson zakonet tuaja. Nëse vozitni për një kohë të gjatë në bllokime trafiku ose në mënyrë shumë konservative, kutia e shpejtësisë mëson të jetë ngadalt për të kursyer karburant dhe të jetë e qetë. Në thelb, ju e keni edukuar transmetimin tuaj të jetë i mërzitshëm. Truku për ta kthyer këtë është të kryeni një pastrim adaptiv të kujtesës pa mjete. Në shumicën e makinave me mbutje elektronike, procesi është pothuajse kinematografik. Vendosni ndezjen në pozicionin e ndezur, pa ndezur motorin, shtupni pedalin e gazit deri në fund për saktësisht 30 sekonda, pastaj fikni ndezjen pa lëshuar pedalin dhe në fund prisni 2 minuta në heshtje totale jashtë automjetit. Gjatë atyre 120 sekondave, solenoidet në kuti rikalibrohen në vlerat e tyre të fabrikës. Kur filloni, do të vini re se transmetimi është përsëri agresiv, i shpejt dhe i vendosur. Është si kur të kishit marrë një çantë shpine 100 kg nga makina. Përgjigja është e menjëhershme sepse keni fshirë muaj të zakoneve të dembelizmit digital. Njësia e kontrollit të transmisionit, e njohur si TCU, është një tru elektronik që jo vetëm ekzekuton ndryshimet e marsheve, por vepron si një psikolog i drejtimit tuaj. Përmes një procesi të quajtur logjika e paqartë, kompjuteri analizon shpejtësinë me të cilën shtypni pedalin, forcën G anësore në kthesa dhe frekuencën e frenimit. Nëse keni kaluar muaj duke vozitur në një mjedis urban të mbingarkuar, TCU zvogllon presionin e solenoideve hidraulike në mënyrë që ndërrimet të jenë pothuajse të padukshme, gjë që nga ana tjetër çon në vonesë masive kur keni nevojë për energji të menjëhershme. Truku, 30 sekondësh për të rivendosur këtë memorie të paqëndrueshme, është, në thelb, një pastrim i skedarëve të përshtatjes. Kalibrimi i sensorit TPS me multimeter. Sensoro i pozicionit të fluturës, ose TPS, është përgjegjës për përkthimin e lëvizjes së këmbës tuaj në një sinjal elektrik për kompjuterin. Me kalimin e kohës, për shkak të nxehtësisë së motorit, ky sensor pëson një degradim në rezistencën e tij të brendshme. Prodhuesit thonë se është një pjesë e mbyllur që duhet zvendësuar, por sintonizuesit e dinë se një përshtatje prej vetëm 1 mm mund të ndryshojë gjithçka. Nëse ndjeni një vonesë ose vonesë kur shtypni pedalin, ka shumë mundësi që TPS juaj të dërgojë një sinjal tensioni jashtë rrezës. Për këtë truk preciz, ju duhet një multimeter digital. Ju duhet të matni tensionin në kablon e sinjalit me kontaktin në vend. Shumica e motorëve kërkojnë saktësisht pik 0.5 volt me mbutjen e mbyllur. Nëse multimetri juaj lecon pikën 0.4, makina do të ndihet e munguar në fuci filestare. Nëse lecon pikën 0.6, boshe do t'jetë e paqëndrueshme. Duke liruar vivat shtrënguese të sensorit dhe duke rrotulluar atë minimalisht derisa të gozhdoni pikën 0.5 volt, ju eliminoni gabimin e lecimit të kompjuterit. Rezultati është një lidhje fizike dhe elektrike pa probleme. Sa po prekni pedalin, motori reagon me një mprehësi që asnjë pjesë e re nuk do t'ju jepte pa këtë rregullim të imët. Sensori i pozicionit të mbutjes është një potenciometer preciz që duhet të informojë ECU për këndin e saktë të mbutjes me një marrës gabimi pothuajse 0.
Megjithatë, akumulimi i nxehtësisë ekstreme në hapësirën e motorit bën që rezistenca e brendshme e sensorit të ndryshojë, duke zhvendosur sinjalin e tensionit të referencës. Nëse sensori dërgon, për shembull, pikën 0,3 volt në vend të pikës 0,5 të kërkuar në boshe, kompjuteri interpreton se pedali nuk është prekur ende, duke gjeneruar atë vakum filestar të bezdishëm kur përpiqet të fillojë. Kryerja e rregullimit manual me një multimetër është një detyrë mikroinxhinierike. Duke liruar vivat shtrënguese dhe duke rrotulluar trupin e sensorit vetëm një fraksion milimetri, ne po rikalibrojmë fizikisht gjurmën e brendshme të karbonit. Anullimi i kujtesës boshe nëpërmjet bornes. Është shumë e zakonshme që pas pastrimit të trupit të mbutjes për të përmirësuar performancën, makina të mbetet me rrotullime në minutë që lëkunden ose janë shumë të larta. Kjo ndodh sepse kompjuteri ka një memorie RAM ku ruan cilësimet që bëri kur sistemi ishte i ndotur. Koncesionari do t'ju paguajë një pasuri për një rimësim boshe, por ju mund ta detyroni atë vetë përmes një shkarkimi total të kondensatorit. Ju shkëputni të dy terminalet e baterisë dhe me një kablo kërcyese bashkoni kablot e makinës, kur terminalet e baterisë, për 15 minuta. Kjo procedurë kullon të gjithë energjinë e mbetur nga njësia e kontrollit të motorit, duke fshirë të dhënat e paqëndrueshme të mësuarit. Hakimi i tensionit të alternatorit. Ky truk është një nga më të avancuarit dhe kërkon të kuptohet se një makinë nuk funksionon me 12 volt, por në mënyrë ideale me 14.4. Prodhuesit kufizojnë tensionin për të zgjatur minimalisht jetën e lambave halogjene, por me koston e një kandele më të dobët. Një shkëndije dobët do të thotë djegie jo e plot dhe më pak fuqi. Ekspertët elektrik të automobilave ndërthurin një diod me rënje të ulët në telin sensorik ose sens të alternatorit. Duke bërë këtë, ju mashtroni regulatorin e alternatorit duke besuar se tensioni i baterisë është 0.5 volt më i ulët se ai real. Alternatori kompenson duke rritur daljen në 14.2 ose 14.4 volt konstante. Kjo rritje e energjisë elektrike bën që mbështjeljet e ndezjes të ngopen më shpejt dhe të gjenerojnë një shkëndij shumë më të fuqishme. Motori ndihet më elastik, dritat janë më të ndritshme dhe efikasiteti termik përmirësohet, sepse jeni duke djegur karburantin më dhunshëm dhe plotësisht. Është një përmirësim i padukshëm i performancës që përfiton nga rezerva e fuqisë që alternatori ka gjithmonë në dispozicion, por që elektronika standarde vendos të mos përdor. Shumica e sistemeve moderne elektrike të automobilave janë projektuar për të funksionuar në një gjendje të mbijetesës së efikasitetit, ku alternatori jep vetëm 13.5 volt për të reduktuar stresin mekanik në motor. Megjithatë, një motor me djegje të brendshme është në thelb një makinë që varet nga shpejtësia e përhapjes së flakës. Duke aplikuar trukun e diodës në telin e referencës, ne e detyrojmë regulatorin të rrisë tensionin e daljes në 14.4 volt. Ky ndryshim prej pothuajse 1 volti duket i parëndësishëm, por në botën e fizikës së ndezjes është një hap kuantik. Mbështjeljet e ndezjes, duke marrë një tension më të lartë, mund të ngopen më shpejt dhe të gjenerojnë një hark elektrik shumë më të nxehtë dhe më të qëndrueshëm në elektrodën e kandelës. Aktivizimi i mens inxhinierike të fshehur. Pulti i makinës suaj është një ndërfaqe e thjeshtuar e përdoruesit, kështu që nuk duhet të shqetësoheni. Për shembull, gjilpëra e temperaturës është programuar të qëndrojë palvishme në mes, edhe nëse motori është 80 ose 100 gradë. Për prodhuesin, nëse nuk lëviz, klienti nuk telefonon. Por për një entuziast, kjo mungesë saktësie është e rrezikshme. Pothuajse të gjitha makinat moderne ka një menu inxhinierike të fshehur të aksesueshme përmes kombinimeve të butonave në timon ose radio. Kur aktivizoni këtë modalitet, ekrani digital do t'ju tregoj temperaturën e saktë të ftosit në gradë Celsius, presionin aktual të pompës së vajit dhe tensionin e sistemit në kohë reale. Në dyqan, ne i përdorim këto menu për të zbuluar termostatet që fillojnë të dështojnë shumë kohë përpara se gjilpëra konvencionale të ngrejë alarmin. Qasja në këto të dhëna ju lejon të parashikoni prishjet katastrofike dhe të dini gjendjen reale të shëndetit të mekanikës tuaj, duke thyer barierën e informacionit të përtipur që na imponojnë markat. Paneli konvencional është për inxhinierët një ndërfaqe komoditeti. Gjilpërat janë programuar me algoritme zbutëse në mënyrë që shoferi të mos alarmohet nga luhatjet natyrore të termodinamikës. Për shembull, ndërsa gjilpëra juaj e temperaturës lecon në 10 gradë fikse,
motori mund të lëkundet në mënyrë të rrezikshme midis 95 dhe 105 gradë. Duke aktivizuar menun e fshehur inxhinierike, ju zhbllokoni aksesin e drejtpërdrejt në autobusin e të dhënave të automjetit. Kjo ju lejon të monitoroni rrjedhën e të dhënave të papërpunuara, të tilla si temperatura e vajit në kohë reale, e cila kërkon shumë më shumë kohë për t'u nxehur se saftosi, ose presioni turbo në milibar. Zbllokimi i bllokimit qendror të programueshëm. A e dini se makina juaj ndoshta tashmë ka aftësinë për të mbyllur duart automatikisht kur të i kalon 20 km/h, ose për të zhbllokuar vetëm derën e shoferit për siguri, por këto funksione janë të çaktivizuara nga fabrika. Tregtarët shpesh paguajnë për të programuar këto veçori sikur të ishin një shtesë luksoze, kur në realitet ato janë vetëm rreshta kodi tashmë të pranishme në modulin e trupit. Në shumicën e automjeteve ekziston një sekuencë me butonin e kyçjes qendrore veçelsin. Për shembull, shtupja dhe mbajtja e butonit të mbylljes për 5 sekonda me ndezjen e ndezur do të aktivizojë mbylljen automatike të shpejtësisë. Këto truke konfigurimi dokumentohen në manualet teknike të punëtorisë, por hiqen nga manuali i pronarit. Zhbllokimi i këtyre veçorive përmirëson sigurinë tuaj të përditshme dhe komoditetin e automjetit pa pasur nevojë të arktoni ose instaloni module të jashtme që mund të komprometojnë instalimin elektrik origjinal. Ky është një nga sekretet më të ruajtura nga departamentet passhitjes, të cilët zakonisht paguajnë për aktivizimin e paketave të komoditetit që tashmë janë instaluar fizikisht në makinë. Moduli i kontrollit të trupit, ose BCM, është një kompjuter i gjithanshëm që menaxhon gjithçka, nga dritat deri te mbyllja e duarve. Duke përdorur sekuenca specifike të shtupjes në telekomand dhe kthimit të çelësit, mund të programoni funksione të tilla si kyçja automatike kur arrin 20 km/h ose hapja selektive, e cila zhbllokon derën e shoferit vetëm për të parandalluar që të huajt të hyjnë në makinë në një semafor. Logjika pas fshehjes së këtyre veçorive është thjesht komerciale, por nga pikpamja inxhinierike e përdoruesit, ato janë thelbësore. Truku i sensorit të temperaturës së marrjes. Kompjuteri i makinës llogarit se sa karburant duhet të injektohet bazuar në, ndër faktorë të tjerë, temperaturën e ajrit që hyn në motor. Ajri i ftohtë është më i dendur dhe lejon më shumë energji. Truku i rezistencës së energjisë është të mashtroni ECU duke bërë një modifikim të vogël në sensorin e temperaturës së ajrit të marrjes, i njohur si IT. Duke vendosur një rezistencë specifike në servim me sensorin, kompjuteri beson se ajri i jashtëm është rreth 10 ose 15 gradë më i ftohtë se sa është në të vërtetë. Si përgjigje, njësia e kontrollit pasuron pak përzierjen dhe avancon kohën e ndezjes. Kjo përkthehet në një fitim të menjëhershëm të çift rrotullues, veçanërisht në përshpejtimin nga rrotullimet e ulta. Është një truk klasik i entuziastëve të viteve 90 që funksionon ende në shumë motor sot, duke lejuar motorin të marrë frymë dhe të fuqizohet sikur të jetë gjithmonë në një mëngjes të ftohtë dimri, edhe në kulmin e verës. Dëndësia e ajrit është faktori kufizues në prodhimin e çift rrotullues. Njësia e kontrollit të motorit, ose ECU, rregullon kohën e injektimit bazuar në temperaturën e ajrit hyrës. Ajri i ftohtë është i dendur dhe kërkon më shumë karburant për të ruajtur raportin ideal stekiometrik. Truku i rezistencës së vendosur në sensorin AT është një manipulim fizik i tabeles së hartës. Duke zhvendosur sinjalinë e rezistencës, ne i themi kompjuterit se ajri është rreth 10 gradë më i ftohtë se sa është në të vërtetë. Si rezultat, ECU pasuron përzierjen dhe, më e rëndësishmja, avancon kohën e ndezjes me disa gradë. Sinkronizimi manual i qelësave me transponder. Humbja e një çelësi ose deprogramimi i telekomandës është një nga situatat më fitimprurëse për agjencitë, të cilat mund të paguajnë $100 për një proces sinkronizimi që shpesh zgjat 10 sekonda. Megjithatë, nëse tashmë keni një çelës pune, shumica e sistemeve ju lejojnë të programoni një çelës të dytë ose të tretë duke përdorur një sekuencë manuale. Procesi zakonisht përfshin vendosjen e çelësit origjinal në ndezje, ndezjen 5 herë dhe më pas futjen e çelësit të ri dhe shtupjen e butonit të kyçjes. Ky protokoll vetëmësimi është krijuar për situata kur klienti humbet çelësinë lart një agjencie.
Njohja e sekuencës specifike për modelin tuaj ju kursen koston e programimit profesional dhe ju jep pavarësinë për t'i mbajtur sistemet tuaja të aksesit gjithmonë funksionale pa u varur nga agenda e një seminari zyrtar. Sistemi i imobilizuesit është një nga burimet më të mëdha të ardhurave për tregtarët, bazuar në frikën e përdoruesit për t'u bllokuar. Megjithatë, shumica e protokoleve të sigurisë automobilave përfshin një modalitet mësimi manual të krijuar për situata emergjente në zona të largëta. Ky proces përdor logjikën kryesore të transponderit për të autorizuar nënshkrime të reja digjitale. Kur kryeni sekuencën e ndezjes, fikjes në intervale 10 sekondash me një qelës të paraprogramuar, hapni një dritare programimi në memorien EEPROM të imobilizuesit. Nëse futni një qelës bosh në atë kohë, sistemi klonon identitetin digital të çipit me një. Rregullimi i frenave të dorës ngadalë. Gabimi më i zakonshëm është rregullimi i frenave të dorës duke shtrënguar arrën që është në levën qendrore. Duke bërë këtë, thjesht shtring kablot dhe lë pedalin kryesor të frenave me një ndjesi me gëzof. Rregullimi real dhe profesional bëhet direkt në rrotat e pasme, duke manipuluar mekanizmin e ullit që zgjeron këpucët. Duke ngritur makinën dhe duke rregulluar manualisht këtë yll derisa këpucët mezi prekin daulen, ju arrini dy gjëra. Një fren dore që bllokohet me vetëm 3 klikime dhe, më e rëndësishmja, një pedal frenash që reagon shumë më lart dhe më fort. Duke eliminuar llojen e vdekur në pjesën e pasme, ju përmirësoni shpërndarjen e frenimit dhe sigurinë e përgjithshme të automjetit. Është një rregullim mekanik preciz që transformon ndjenjen e kontrollit të makinës dhe rrallë bëhet siç duhet në mirëmbajtje të shpejtë. Shumica e shoferëve besojnë se frena e dorës është një sistem i pavarur, por në fakt është zemra e ekuilibrit të frenimit të pasme. Rregullimi i kablit nga leva qendrore është një copë që shtrim vetëm çelikun dhe i lë këpucët e frenave shumë larg kazanit ose diskut. Rregullimi profesional bëhet nga mekanizmi i rrotullimit ose ullit i fshehur në boshtë. Duke zgjeruar këpucët manualisht derisa fërkimi me sipërfaqen e fërkimit të jetë minimal, por ekziston, ne zvogëllojmë udhëtimin hidraulik të kërkuar që pistonët të veprojnë. Kjo ka një efekt ansor të mahnitshëm. Pedali i frenimit ndihet shumë më i fortë dhe frenimi i përparmë bëhet më efikas, pasi sistemi i pasme fillon të kafshojë milisekonda më herët, duke parandalluar fundosjen e tepërt të hundës së makinës, efekti zhytje. Është një cilësim i gjeometrisë së frenimit që përmirëson stabilitetin në frenimin emergjent dhe siguron që frena e dorës të bllokojë automjetin me përpjekje minimale, duke ruajtur tensionin e duhur në kablo dhe duke parandalluar konsumimin e parakohshëm të komponentëve të makinës. Dekarbonizimi termik me injeksion uji. Ky është ndoshta sekreti më i ruajtur i ndrejqësve të motorit. Gjatë luftës së dytë botërore, inxhinierët e aviacionit zbuluan se injektimi i një mjegull të IM2 në motorët luftarak jo vetëm që ftohi djegjen duke lejuar më shumë fuci, por i la cilindrat pa njolla. Sot, motorët grumbullojnë një kore karboni në kokat e pistonit dhe dhomat e djegjies për shkak të cilësisë së dobët të karburantit dhe drejtimit urban. Ky karbon gjeneron pika të ngjehta që shkaktojnë shpërthim, një fenomen që shkatëron unazat dhe shufrat lidhëse. Truku, i cili duhet të ekzekutohet me saktësi milimetrike, konsiston në futjen e ujit të distiluar përmes një marrjeje vakumi të kolektorit të marrjes, ndërsa motori është në temperaturën e tij të funksionimit dhe mbahet në rreth 2500 rrotullime në minutë. Pas kontaktit me ngjehtësinë përvoluese të dhomës së djegjes, uji kthehet menjëherë në avull të mbinqeur. Ky zgjerim masiv dhe goditje termike zhvendos karbonin e ngurtësuar si letër, duke nxjerrë atë përmes shkarkimit në formën e blozës së IM-t. Është një larje me presion të brendshëm që kthen kompresimin origjinal në motor. Prodhuesit e ndallojnë këtë truk, sepse nëse bëhet gabim, duke futur shumë ujë menjëherë, ndodh një goditje hidraulike që përkull maniakët. Por e bërë siç duhet, është mënyra më e lirë dhe më efektiv për të rinovuar një blok motorik. Kjo procedurë është një klas master në termodinamik e aplikuar në pastrimin e brendshëm. Karboni që grumbullohet në valvula dhe në kurorën e pistonit nuk është gjë tjetër veçse hidrokarbure të djegura keq që janë ngurtësuar. Tretësit kimik shpesh nuk janë mjaftueshëm të fortë për të tretur këto kore të ngurtësuara, por uji ka një veti unike, zgjerim masiv vëlimor. Cheater i sensorit të oksigjenit mendarës. Ne arrim në një teren që autoritetet mjedisore e urrejnë.
Kur një konvertues katalitik arrin fundin e jetës së tij të dobishme, kompjuteri i makinës zbulon se gazrat e shkarkimit nuk pastrohen më siç duhet dhe ndes dritën e defektit, duke e vendosur motorin në një mënyrë mbrojtjeje që redukton fuqinë dhe rrit konsumin. Ndryshimi i një konvertuesi katalitik origjinal mund të kushtojë më shumë se $1500, një shpenzim që shpesh nuk ka kuptim në një automjet me 10 vjet përdorim. Truku inxhinierik gri përfshin instalimin e një ndarësi të sensorit të oksigjenit, i njohur gjithashtu si mini katalizator. Kjo është një copë bronz ose qeliku që është e filetuar midis shkarkimit dhe sensorit të dytë të oksigjenit. Ky ndarës largon majën e sensorit nga rrjedha e drejtpërdrejtë e gazrave, duke e bërë lehtësimin shumë më të qëndrueshëm dhe të pastër. Kompjuteri, pas marrjes së këtij sinjali të filtruar, beson se konvertuesi katalitik është ende duke funksionuar në mënyrë të përsosur dhe lejon motorin të funksionojë me hartat e tij maksimale të fuqisë. Është një hak fizik që eliminon modalitetin e emergjencës dhe ju lejon të vazhdoni të vozitni me performancë optimale, pa pasur nevojë të hipotekoni shtëpinë tuaj për një pjesë të emetimeve. Kur një katalizator fillon të degradohet, kompjuteri kalon në një lak korrigjimi të përzierjes, që shpesh rezulton në një motor që ndihet i mbëtur. Sensori dytësor i oksigjenit është një mbikëqyrës që, pas zbulimit të një lehtësimi të çrregullt, udhëzon ECU të vonoj kohën e ndezjes në një përpjekje për të mbrojtur mjedisin, edhe nëse kjo do të thotë shkatërim i efikasitetit të motorit. Ndarësi fizik vepron si një filtr mekanik i kalimit të ulët. Duke larguar sensorin nga rrjedha kryesore e gazrave të nxehtë, ne zvoglojmë frekuencën e sinjalit që arrin në kompjuter. ECU e interpreton këtë sinjal të qëndrueshëm si një katalizator që funksionon në kushte optimale, duke e lejuar atë të dalë nga modaliteti i sigurisë dhe të ripërdor hartat e injektimit me performancë të lartë. Truku i vajit të transmisionit në naftë. Motorët modern me naftë janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj mungesës së lubrifikimit të karburantit. Nafta e sotme, e njohur si skufur ultra i ulët, është shumë më e thatë se sa ishte 20 vjet më parë. Kjo bën që pompat dhe injektorët me presion të lartë të pësojnë konsumim fërkimi që gjeneron mikrogrinca metalike, të cilat përfundojnë duke shkatërruar të gjithë sistemin e furnizimit. Kamionistët veteran që arrin të marrin motorët e tyre mbi 1 milion milje kanë një truk të paligjshëm në sytë e rregulloreve të filtrit të grincave. Shtoni një dozë të vogël vaj të transmetimit automatik, ATF, ose vaj me 2 goditje në rezervuarin e karburantit. Raporti është zakonisht 250 ml për çdo 60 litra naftë. Këta vajra janë krijuar për t'u djegur pa lënë mbetje karbonike dhe kanë kapacitet lubrifikues superior. Kur përzihen me naftë, ato lyejnë pjesët lëvizëse të pompës së injektimit me një film mbrojtës, duke reduktuar zhurmën metalike dhe duke zgjatur jetën e injektorëve në mënyrë dramatike. Është sigurimi i jetës për motorin tuaj me naftë në një botë me karburante të thata dhe të dobta. Në inxhinierinë e motorit me naftë, lubrifikimi i pompës me presion të lartë varet tërësisht nga karburanti. Nafta moderne, kur desulfurohet, hubet pjesën më të madhe të viskozitetit të saj lubrifikues, i cili gjeneron konsumim erodion në injektorët piezoelektrik. Vaji i transmetimit automatik, ose ATF, është një lëng hidraulik me rezistencë jashtëzakonisht të lartë në prerje dhe veti ekstreme detergjenti. Duke shtuar një pjesë të vogël në karburant, ne rrisim lubrifikimin e naftës mbi standardet minimale të fabrikës. Ky vaj mbulon muret e pompës dhe sedilet e injektorit, duke reduktuar fërkimin metalik dhe nxehtësinë e gjeneruar nga presionet e injektimit që të i kalojnë 2000 bar. Restaurimi i farve me polimerizim të avullit. Nëse keni provuar të lustroni fenerët tuaj me kremra konvencional ose letër zmerile, do të keni vënë re se pas 3 muajsh, ata janë përsëri të verdhë. Kjo ndodh sepse polikarbonati i fenerit është i ekspozuar pa mbrojtje kundër rrezëve ultravioletës. Metoda përfundimtare, e konsideruar e paligjshme në disa manuale sigurie për shkak të toksicitetit të përbërësve të saj, është sistemi kimik i avullit polimer. Pas një lëmimi të thellë që heq të gjithë oksidimin sipërfaqësor, përdoret një filshan termik për të avulluar një polimer të veçantë të lëngshëm, bazuar në aceton dhe komponime të tjera avullose. Ndërsa avulli kalon mbi fener, plastika shkrihet në një nivel mikroskopik dhe mbyllet menjëherë me një shtresë të pastër dhe ultra të fortë. Ndryshe nga laku me lak, ky polimer është i integruar në strukturën e fenerit, duke kthyer 100% qartësi dhe mbrojtje që zgjat për vite me radhë.
është mënyra e vetme për të rikuperuar sigurinë e lehtë të një makine të vjetër, pa bler optik të reja që kushtojnë një pasuri. Problemi me metodat konvencionale të lustrimit është se ato e lën polikarbonatin poroz dhe të prekshëm. Ky truk i paligjishëm për trajtimin e kimikateve industriale përdor avull acetoni me pastërti të lartë të përzierë me polimere të lëngshme. Duke ngrohur përzierjen në saktësisht 56 gradë Celsius, avulli që rezulton ka aftësinë të shkrijë shtresën sipërfaqësore të farit në nivel mikroskopik, duke eliminuar mikroçarjet ku vendoset oksidimi. Ndryshe nga laku, i cili është një shtresë e jashtme, polimerizimi krijon një sipërfaqe të re të ngurcuar që shkrihet me strukturën origjinale të plastikës. Mbrojtja termike e marrëgjes me aluminie. Dendesja e ajrit është faktori kyç për fuqinë. Ajri i nxehtë është më pak i dendur, që do të thotë më pak oksigjen për djegje. Megjithatë, hapësirat e sotme të motorit janë fura që ngrohin tubat plastik të marrjes, duke rritur temperaturën e ajrit që hyn në motor në nivele jo efikase. Truku është të aplikoni mbrojtjen e nxehtësisë duke përdorur shirit alumini të shkallës industriale ose izolator qeramik në të gjithë tubacionin nga filtri i ajrit në trupin e mbutjes. Duke mbështjellë këta komponent, ju krijoni një barierë reflektuese që parandalon ngrohjen nga radiatori dhe bllokuj motorit nga ngrohja paraprakje e ajrit të marrjes. Në testet me sensor të temperaturës në kohë reale, kjo mbrojtje mund të zvoglojë temperaturën e ajrit hyrës deri në 15 ose 20 gradë Celsius. Kjo përkthehet në një fitim të vërtet në qift rrotullues dhe përgjigje më të mirë të mbutjes, veçanërisht në situata të rënda trafiku ose ditë të nxehtësisë ekstreme. Është inxhinieri termike baze aplikuar për performancë falas. Në botën e inxhinierisë me performancë të lartë, çdo reduktim prej 3 gradësh Celsius në ajrin e marrjes përkthehet në një fitim prej 1% të fuqisë neto. Marrjet plastike të fabrikës veprojnë si akumulator termik që ngrohin paraprakisht ajrin përpara se të arrijë në cilindra. Truku i blinduar me shirit alumini të shkallës së avionit funksionon duke reflektuar deri në 95% të nxehtësisë rrezatuese të motorit. Duke mbështjellë kanalet, ne sigurojmë që ajri të ruajë dendësinë e tij maksimale molekulare. Në testet e dinamometrit, ky izolim është treguar se zvoglon temperaturën e hyrjes me më shumë se 15 gradë në kushte trafiku të rënd, që është e barabartë me rikuperimin midis 5 dhe 8 kuaj fuqive që humbën për shkak të nxehtësisë së pastër. Lubrifikimi i montimeve të motorit me silikon industrial. Kur makina është boshe, diagnoza e lehtë e mekanikut është: keni montimet e prishura të motorit, të gjitha duhet të zvendësohen. Po shumë herë goma nuk është thyer. Ajo thjesht është kristalizuar nga nxehtësia dhe mosha, duke u bërë fort si guri dhe duke transmetuar të gjitha pulsimet e motorit në shasi. Truku i mbijetesës është të lani tërësisht mbështetësit me dendurues dhe më pas t'i ngopni ato me silikon industrial me viskozitet të lartë ose yndyrë silikoni dielektrik. Silikoni ka vetin të depërtojë në poret e gomës së vjetër, duke e zbutur atë dhe duke rivendosur elasticitetin e saj. Në rastet e mbështetësve që tashmë kanë qarje, mekanika me burime të kufizuara injekton poliuretan të lëngshëm me densitet të lartë në boshllëqet në mbështetjen origjinale. Kur thahet, ky material krijon një mbështetje të përforcuar, që është më e qëndrueshme se origjinali dhe eliminon dridhjet menjëherë. Ju po kurseni një pjesë të shtrenjtë me kimin e aplikuar në garazhin tuaj. Shumë diagnoza të motorit të pabalancuar janë në të vërtet mbështetje që kanë humbur koeficientin e tyre të amortizimit. Goma natyrale, në cikle nxehtësie prej 100 gradë, i nënshtrohet një procesi dytësor vulkanizimi që bën atë të ngurtë. Hakimi i silikonit industrial me viskozitet të lartë, 10.000 centistoke ose më shumë, lejon përbërsinë të depërtojë në mikroçarjet e mbështetësit, duke vepruar si një agent rinovues që rikthén fleksibilitetin rrotullues. Nëse stenda ka zgavra bosh të dizajnuara për rehati. Procedura e vonuar e zgjidhjes së unazes. Ky truk është më radikali në listë dhe duhet të bëhet vetëm nëse motori juaj tashmë konsumon vaj dhe ka kompresim të ulët. Shumë motor bëhen shpenzues të vajit sepse ata drejtoheshin shumë mirë gjatë gjithë jetës së tyre, gjë që bëri që unazat e pistonit të mos zgjeroheshin kurrë siç duhet kundër cilindrit, duke krijuar një shtresë llaku të ngurtësuar të njohur si gjam.
Procedura konsiston në drejtimin agresiv të kontrolluar. Me motorin në temperaturën e punës, ai kërkon një rrugë me ngjitje dhe përshpejton plotësisht në një marsh të shkurtër, i dytë ose i tretë, nga 2000 në 5500 rrotullime, dhe më pas lëshon pedalin plotësisht duke lënë motorin të ngadalsoj makinën në 2000 rrotullime. Përsëriteni këtë cikël 10 herë. Presioni i përshpejtimit i detyron unazat të kafshojnë murin e cilindrit dhe të thyejnë xhamat, dërsa vakumi i ngadalësimit pastron veturinat. Është e habitshme se si motorët që dukeshin të dënuar për një rindërtim total, rifitojnë fuqinë e tyre dhe ndalojnë djegjen e naftës pas këtij trajtimi goditjeje. Kjo procedurë është kufiri i fundit përpara një rindërtimi të motorit $3000. Gjamimi i cilindrave ndodh kur unazat e pistonit nuk arritën kurrë presionin optimal të mbylljes, duke krijuar një stres llaku të qellkuar që lejon vajin të kalojë. Truku është të përdorni një vaj mineral me detergjencë të lartë dhe t'i nënshtroni motorin cikleve të kontrolluara, karikimi dhe vakumi. Duke përshpejtuar fort në një kodër dhe më pas duke lëshuar pedalin duke lënë kompresimin të ngadalsoj automjetin, ju gjeneroni një diferencë masive presioni. Truku D forti në sensorët ABS. Kur ndizet drita e sistemit ABS, shumica e dyqaneve do të ndryshojnë sensorët e rrotave, të cilët janë pjesë të shtrenjta. Megjithatë, këta sensor janë magnetik dhe janë të ekspozuar ndaj lagështisë dhe mbushjeve metalike nga disqet e frenave, gjë që krijon një stres pa pastërtie që prish sinjalin. Truku është të çmontoni sensorin dhe të pastroni majën e sensorit dhe unazën e rrotës me WD-40 ose një pastrues kontakti që thahet shpejt. WD-40 është një zhvendosës i shkëlqyer lagështie dhe ndihmon në tretjen e yndyrës së akumuluar që bllokon pluhurin metalik. Kur sensori riinstalohet, i pastër dhe me një lidhës pa sulfat, drita e defektit zakonisht zhduket menjëherë. Është një riparim $5, 20 minuta, që prodhuesit do të preferonin ta zvendësonin me një kartë monedhë $300. Sensorët e shpejtësisë së rrotave janë në thelb mbështjellje magnetike që lehtësojnë një unazë me dhëmb. Problemi është se pluhuri metalik në jastëkët e frenave është shumë ferromagnetik dhe ngjitet në sensor, duke krijuar një zhurmë elektrike që ngatëron kompjuterin e ABS. Përdorimi i WD-40 origjinal, i cili është një zhvendosës lagështie dhe një tretës i butë, është ideal sepse nuk sulmon izolimin e sensorit, por shpëndan yndyrën që bllokon skedimin. Duke pastruar majën e sensorit dhe unazën e pulsit, ju rivendosnin prehtësinë e sinjalit të vallës katrore që i nevojitet kompjuterit. Modifikimi i termostatit me temperature të ulët. Ne erdhëm në vendin e parë. Prodhuesit modern projektojnë motor për të punuar shumë nxehtë, afër 100 gradë Celsius, sepse në atë temperaturë mbetjet digjen më mirë dhe emetimet reduktohen pak në testet laboratorike. Megjithatë, puna kaq afër pikës së vlimit degradon para kohe të gjitha plastikat, zorët dhe guarnicionet e motorit. Truku përfundimtar për mekanikën me performancë të lartë është modifikimi i termostatit ose instalimi i një termostati të hapur herët, që hapet në 82 gradë në vend të 95. Duke bërë ftosin të qarkullojë më herët, bloku i motorit mbahet në një zonë shumë më të qëndrueshme të temperaturës, duke parandaluar deformimet e kokës së cilindrit dhe gatimin e vullave të vajit. Megjithse kjo mund të rrisë pak konsumin e karburantit me 1%, fitimi në jetëgjatësinë e motorit është i pallogaritshëm. Është mënyra për të siguruar që makina juaj të mos pësojë vdekje termike për shkak të një dizajni të krijuar vetëm për t'ju përshtatur një testi të emetimeve dhe jo për të zgjatur 30 vjet në rrugë. Truku përfundimtar është një rebelim kundër vjetërsimit të planifikuar. Motorët modern funksionojnë në 98 ose 105 gradë për të reduktuar një pjesë minimale të emetimeve, por nxehtësia ekstreme gatuan vullat e valvulave, guarnicionet e kokës dhe plastikën e sistemit të ftojjes. Instalimi i një termostati që hapet në 82 gradë ndryshon rrënjësisht fatin e motorit. Duke ullur temperaturën e funksionimit me 15 gradë, ju dyfishoni jetën e shërbimit të gjithë komponentëve të gomës dhe plastikës në hapësirën e motorit. Përveç kësaj, vaj ruan një viskozitet më të qëndrueshëm dhe nuk oksidohet aq shpejt. Ju keni arritur në fund të dijes së ndaluar. Tani, keni në duart tuaja mjetet intelektuale për të sfiduar sistemin konvencional të mirëmbajtjes. Këto 20 truke nuk janë vetëm këshilla,
Ato janë një filozofi e rezistencës mekanike.